3 mënyra si të dalësh nga lodhja dhe të fitosh respektin që ke humbur deri tani. Kjo video është për ty grua, që je lodhur shumë dhe nuk di çfarë të bësh. Më ndiq për më tepër video. Jam Erita Cake, terapiste energjetike universale, shkrimtare, trajnere dhe mësuese e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Mund të ndihmoj ndërmjet metodave të ndryshme, po mbi të gjitha me përvojën time personale, që të ndryshosh jetën dhe të vish atje ku ti dëshirosh. Por e gjitha kjo mund të bëhet nëse ti je gati që të bësh këtë ndryshim. Në ritmin tënd, në kohën tënde. E di shumë mirë sa shumë dhimbje ke. I kam kaluar të gjitha dhe e njoh shpirtin tënd. Por po të them, me dorë në zemër, që mund të arrish çdo gjë. Më ndiq dhe shpërndaj këtë video dhe në njerëz të tjerë, në rrjetet sociale. Bëu pjesë e grupit të Akademisë të Dritës. Bëj transformimin e shpejt 333 me ushtrime dhe programe 21 ditore dhe duke qenë pjesë e grupit, dhe nëse nuk mundesh të punojmë në grup, kudo që je në të gjithë botën, sepse të gjitha këto i bëjmë dhe ndërmjet platformës Zoom dhe të duhet vetëm një internet dhe një telefon. Mund të bësh dhe terapi personale, private. Për më tepër, mund të më shkruash tek telefoni me mesazh privat 0030 699 321 46 37. Dhe tani më ndiq për 3 mënyrat e thjeshta që mund të kthesh fuqinë tënde mbrapsht. 1. Mos jep asgjë ku nuk të kërkohet. As ndihmë, as para, as dashuri, asgjë ku nuk të kërkohet. Sepse çdo gjë e dhënë pa kërkuar nuk vlerësohet, nuk respektohet dhe në vendin e gruas bëhesh nga grua, kalon në rolin e mamas. Dhe atje nuk mund të shikoj asnjë mashkull si në vendin e partneres. Dhe mos harro që dhënia pa kërkesë nuk është dashuri, por është lodhje. Dhe kjo kthehet pastaj në urrejtje dhe agresivitet te personat e tjerë dhe më tepër e ke tek vetja jote, sepse thua pse dhash dhe nuk mu dit as edhe një gjë. Këshilla 2. Bëu vetë prioritet i vetes dhe jetës tënde. Fillo të bësh gjëra që ty të pëlqejnë. Bëj programin tënd dhe mos u lidh dhe u kufizo për të tjerët. Mëso të thuash jo tek të tjerët dhe mëso të thuash po tek vetja jote. Fillo të vesh kufi të fuqishëm dhe në paqe. 3. Vendos kufin të qartë dhe mos lejo asnjë person të të thyej kufin. Nëse kërkon respekt, tregoju njerëzve përreth që ti respekton veten tënde dhe nuk do lejosh asnjë person të të thyejë shpirtin tënd, zemrën tënde. Nëse këtë e dëgjove dhe ngjan me jetën tënde, çfarë s'ke bërë deri tani dhe çfarë dëshiron të bësh dhe nuk di si të vesh kufin të shëndetshëm, jam këtu të të ndihmoj me mënyrat e ndryshme dhe përvojën time si mundesh ta bësh. Të dua shumë dhe më shkruaj në mesazh privat. Falenderoj që je.